Një moment i papritur dhe dramatik në Big Brother Kosova, Gjeneta dhe Labinoti, shtëpia e Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një arenë e paparashikueshme e emocioneve, surprizave dhe dramat që mbajnë të gjithë shikuesit të ngujuar para ekranin. Por ajo që ndodhi dje e kaloi çdo pritshmëri. Rikthimi i Gjenetës, ish banore e njohur dhe e dashur nga publiku, nuk ishte thjesht një rikthim i zakonshëm, ishte një rikthim që ndryshoi atmosferën e shtëpisë brenda sekondash. Ajo nuk hyri vetëm me energjinë dhe karizmën e saj të zakonshme. Gjeneta hyri me një shkop në dorë, simbol i vendosmërisë dhe kontrollit të situatës, dhe çdo banor ndjeu menjëherë se diçka e madhe po ndodhte. Labinoti, një nga banorët më strategjik dhe të fortë, u habit kur pa Gjenetën të përshkonte pragun. Ai, si gjithë të tjerët, e dinte historinë e saj, ndikimin që kishte pasur në edicionet e mëparshme dhe aftësinë e saj për të krijuar drama dhe emocione të forta. Por askush nuk e kishte menduar që ajo të vinte kaq fuqishëm, me një shkop në dorë dhe një qëndrim kaq autoritar. Ai e përshëndeti me një përzierje habie dhe respekti, duke mos mundur të parashikojë se çfarë do të ndodhte më pas. Mirë se ke ardhur në shtëpinë e Big Brother Kosova, i tha Labinoti, me zërin paksa të tundur, por gjithsesi me një ton mikpritës. Ishte një përshëndetje e zakonshme, të cilën çdo banor i ri apo i vjetër do ta jepte në një situatë normale. Por Gjeneta nuk ishte normale. Ajo ju kthye me një shikim të vendosur dhe me një qetësi që i friksonte të gjithë. Kjo është shtëpia ime, tha ajo. Dhe pa e lënë kohë të merrej me emocionet e tij, vazhdoi me një paralajmërim që tronditi atmosferën. Ti ke për të dalë nesër mbrëmja. Fjala e saj nuk ishte thjesht një deklaratë, ishte një shpallje pushteti dhe një paralajmërim i qartë që ndryshonte dinamikën e lojës brenda shtëpisë. Banorët e tjerë u ngritën nga vendet e tyre, disa me habi, disa me emocion dhe disa me një ndjenjë të lehtë frike. Gjeneta nuk kishte ardhur.